Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miqtë e mi. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të komentuar edhe një herë dhe për të ndarë bashkarisht një ngjarje që në fakt mua nuk më pëlqen fare brenda Ferma VIP. Unë kërkoj urgjentisht një reagim nga ana e produksionit për gjuhën e përdorur brenda në shtëpi. Tani, a provokon mimoza në loj? Me pa tjetër që mimoza provokon. Mimoza provokon dhe atë provokon shumë. Por, nuk është e bukur dhe nuk është e drejt në një reality show si Ferma VIP. Arbana Osmani thonte ne jemi duke bërë diçka ndryshe, por unë realisht nga Big Brotheri nuk shoh që ndryshe. Shoh imitim të Big Brotherit po ndryshe diçka nuk jam duke parë. Gjuha e përdorur ditën e sotme nga një personazh siç unë e komentova më herët, nga Ilir Shaqiri, më duket e tepërt dhe më duket acaruese. Tani fillimisht një herë e mendova disa hera ta komentoj apo të mos e komentoj gjuhën e përdorur brenda në Ferm. Por duhet të jemi transparent me publikun, duhet të jemi të vërtet me publikun dhe duhet ta komentojmë dhe ta gjykojmë lojën ashtu siç bëhet. Gjuha që përdori Iliri ishte shumë e ulët. Mimoza ishte duke bërë shaka, Mimoza nuk është se e kishte me gjithmend mënyrën se si silleshte me Ilirin. Do me thënë ajo po bënte një batut, po bënte pak humor, do me thënë po bënte një shaka e cila ishte me shumë dashuri për t'u pranuar. Dhe nuk e kuptoj pse ishte aq e vështirë që duheshte të pranohet me shumë inat dhe urrëtie nga ana e Ilirit, por unë nuk e pash këtu inatin kundër det shaka, se pash atë Ilirin kokfor që unë jam këtu bosi dhe unë do t'ja dal. Ti thua shtimi Mozës, hajde afro pak tek unë, ai provoj përsëri, bir kurve ta quash, më falni që po e përmend në këtë gjuhë, do me thënë është e tepërt, është e turpshme. Bir kurve do të thotë që nëna e Mimozës që ka në këtë kapitull, do me thënë kjo është turp, të përdoret nga një personazh siç është Iliri në Ferma VIP. Tani Fermën unë e kuptoj, e kanë cenzuruar, por le të mos e cenzurojnë videon, le të mos i thoni Ilir kujdes mikrofonin. Duhet të reagojnë, duhet të sillnin zarf në shtëpi. Tani hoqën Akilin për një gjë shumë të thjeshtë që realisht nuk i tha asgjë Sarës në këtë se çfarë po bën Iliri dhe mbajnë Ilirin me këtë gjuhën nga fakti sepse e kanë ndoshta një mik të afërt apo i kanë premtuar finalen. Është e tepërt kjo. Pa marrë parasysh, a ishte Mimoza, a ishte Zhaku, a ishte Bujaka, ti urdhëro Grindu, bëj diskutime, bëj debate, por në kornizë të lojës, jo ti të dalësh nga kornizat e lojës edhe ta quash ti tjetrën aty me fjalën bir kurve, më duhet ta them edhe një herë sepse unë jam i drejt për drejt me publikun, pa të ardhur turp fare, pse? Sepse ajo dihet që është fituese jashtë dhe nuk e se si e nxjerr inatin, e nxjerr në këtë gjuhë. Unë mendoj që duhet ndëshkuar për këtë vepër Iliri dhe nuk duhet lënë fare. Dhe kjo është e turpshme, ta ndëgjosh nga një burr kundër drejt një gruas, mua më duket çnjerëzore.